pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala. Të merresh me sfidat e jetës. A nuk janë të gjithë frymra shërbenjëse që dërgohen për të shërbyer atyre që kanë për të trashëguar shpëtimin? Letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 1, vargu i 14. Shkrimtari i kronikave shkroi: Pas këtyre gjërave dhe këtyre veprave të besnikrisë të Ezekias, Senakeribi, mbreti i Asiris, erdhi dhe hyri në Judë. E gjejmë këtë te 2 Kronikasve, kapitulli 32, vargu i 1. E po, analizojeni jetën tuaj për një çast, nga perspektiva e njeriu që e kishte bërë çdo gjë mirë. Ai jetoi me drejtësi, mbështeti çështjet e drejta, ishte besnik ndaj familjes së tij dhe i drejtë në marrëveshje, dhe kërkoi të jepte lavdi Zotit që e kishte ngritur atë dhe e kishte vendosur në fron. Cili ishte Senakerimi, ky armik i lig që kërcënonte të shkatronte paqen dhe qetësinë? Historia na tregon se Senakerimi, mbreti i Asirisë së lashtë, ishte një viran, një tiran i dhunshëm, një gënjeshtar, një blasfemues dhe një njeri jashtëzakonisht mizor. Asirianët filluan të përdornin kryqëzimin, duke bërë ekzekutimin si një shfaqje publike. Historia na tregon se për të shkatruar gjendjen morale të një armiku, ata kryqëzonin qindra nga njerëzit e tyre. Një mësim për atë se çfarë do të ndodhte më pas, nëse nuk zbuteshin. Shkrimi thotë se pas gjithë këtyre gjërave që Ezekia kishte bërë me besnikëri, armiku erdhi për ta shkatruar atë. Dëgjoni me kujdes, sepse është një mësim për të jetuarit sot. Nëse Ezekia do të ndjente keqardhje për veten, nëse për një çast do të kishte menduar atë që ne të gjithë do të kishim menduar, pra Zot, pse e lejove që kjo të më ndodhte mua? A nuk i ke parë të gjithë gjërat që kam bërë për ty? Kjo gjë do të na tregojë në Bibël. Realiteti është që ne jetojmë në një botë të thyer. Kur ekonomia bie, të gjithë preken. Njerëzit e Perëndisë së bashku me ata që e blasfemojnë emrin e tij. Kur një tsunami ose një tajfun afrohet, ata që shkojnë rregullisht në kish nuk i shpëtojnë dëmtimit stuhis. Është për të qeshur në fakt apo jo? Se si ne priremi të mendojmë se duke qenë se si Ezekia, edhe ne kemi bërë shumë gjëra të mira me besnikëri, ne duhet i kursejmë dhimbjes së një gjuri të dëmtuar apo një zemre të thyer. Pra, si u përball Ezekia me sfidën? Ai nuk u paralizua nga frika. Përkundrazi, menjëherë mori masa për të përballur me sfidën. Ai thirrri një këshilltar lufte, i rindërtoi muret e qytetit. Ai u përgatit për luftë. Në të njëjtën kohë, sytë e tij nuk u fokusuan te froni i asirianëve gati për betejë, por u fokusuan në dyert e qiellit. Zoti i tha: "Tregoni të fortë dhe trima, mos keni frikë dhe mos u tronditni para mbretit të Asirisë dhe para morisë që është me të, sepse me ne është një më i madh nga ai që ndodhet në të. Me të është një krah prej mishi, por me ne është Zoti ynë, Perëndia ynë, për të na ndihmuar dhe për të luftuar në betejat tona." 2 Kronikasve 32:7. Padyshim që armiku luftoi. Ai u përpoq të përdorte luftën psikologjike, por sulmi nuk funksionoi. Pse? Mos ishte më i fortë Ezekia? Jo, por Perëndia ishte. Dhe duhet një krah shumë i fortë për të luftuar kundër Zotit. Ja pse kur bombat gjermane në luftën e dytë botërore po hidheshin në Londër, mbreti George tha: "Më mirë të eci në errësirë me Perëndin, sesa në dritë me njerëzit." Perëndia dërgoi një angjëll, vetëm një. Dëgjoni, qielli është plot me angjël, luftëtar frymor të fuqishëm, të dërguar për të mbrojtur bijtë e Perëndisë. E gjejmë këtë tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 1, vargu i 14. Brenda pak orëve, një angjëll i vetëm shkatroi të gjithë ushtrinë. Një skrip shtoi duke thënë: "Kështu, Zoti e shpëtoi Ezekian dhe njerëzit në Jeruzalem. Ai u kujdes për ata në çdo anë." Çfarë do të kërkonin njerëzit më shumë? Jeta nuk është gjithnjë një skenar me fundin dhe ata jetuan të lumtur një herë për gjithmonë. Por një gjë është e sigurt, më mirë të humbasim në një çështje që në fund do të rezultojë me fitore, sesa të fitojmë një çështje që në fund do të rezultojë me dështim. Siç ju tha edhe Danieli armiqve të tij, edhe nëse Perëndia nuk na shpëton, ne do t'i shërbejmë atij. Ky është përkushtimi që do t'ju ndihmojë të kaloni përmes betejave. Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radioviz7.net.